prej sot do t'ja filloj një temë se sa e rëndësishme është dija islame. Çfarë rëndësi e ka dija islame? Si e ka ngritë Allahu Azza wa Jall dijen islame? Si ka lavdru Allahu Azza wa Jall njerëz të dijes? Si ka lavdru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëz të dijes? Dhe me përkthy pak më shqip se si Allahu Azza wa Jall i ka ngrit, i ka lavdru hoxhallarët, të cilët e ndjekin rrugën e Allahut pejgamberit dhe punojnë me rrugën e Allahut dhe pejgamberit dhe përpiqen me shpërnda dinin islam. Sa i ka ngrit Allahu Azza wa Jall këta njerëz. A mos rastisht ka ndaj njërin fytyrë tokës jashtë nga dietarëve të dinit islam që mundet me ju bën afër me ju afro këtyre njerëzve, apo jo do ta shihni këtë në ato që do të fillojnë prej sot me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall në Kur'an ka thonë: "Wa qur rabbi zidni ilman." Dhe thua jo Muhammed, o Zot, ma shto djenin. Dhe thua jo Muhammed, o Zot, ma shto diturin. Prandaj kjo është një prej kërkesave që Allahu Azza wa Jall i a drejtoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që të kërkon ai për shtesë. Dhe këtë dietar të mëhershëm prej tyre Ibn Uyeyne, prej 3 gjeneratave të para, ky dietar Sufjan ibn Uyeyne i thonë, ky thotë se Allahu Azza wa Jall nuk e ka urdhëru pejgamberin alayhi salatu wasallam për një diçka me ju shtu jashtë për dije. Jashtë në dijes, jashtë në shtimit të dijes diçka tjetër s'ka kërku me i thonë o Muhammed, kërko që të shtohen fëmit, kërko që të shtohet pasuria, kërko që të shtohet pozita. Nuk ka kërku Allahu prej pejgamberit direkt. Me përjashtim çka ka kërku? Ka kërku që thua jo Muhammed, o Zot, ma shto diturin. Prandaj është ndjekje e rrugës së Allahut dhe të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe për neve. Nëse vazhdimisht lutemi o Zot, shto ma diturin, o Zot, shto ma diturin. Prandaj pyete veten tënde, sa herë brenda një viti janë olanka, o Zot i madhërisëm, ma shto diturin, o Zot i madhërisëm, më bën më të ditur në raport me ty, o Zot. Sa herë ke ju ke lut Zotit tan enkas për to, pyete veten tënde kime pase sa pakën me dal. Ndërsa Sufjan ibn Uyeyne tha, dhe vetëm insan që kërkoj Allahu prej pejgamberit më shtu është dituria. Ndërsa Imam Kurtubiu në tefsirin e tij thotë se kjo tregon për vlerën, pse veç për dituri pas ka kërku Allahu që prej pejgamberit me kërku shtesë, pse veç për dituri. Imam Kurtubiu në tefsirin e tij thotë, kjo për shkak që vlerën na tregu Allahu vlerën e madhe të dinis, vlerën e madhe të dituris, vlerën e madhe të njerëzve të dijes. Prandaj kjo tregon ky ajet se sa e rëndësishme është dija, sa vlerë pozitë madhe tek Allahu ka dija. Ndërsa Hasan al-Basriu, një prej 2 gjeneratave të para, tabiin, Hasan al-Basriu prej duave që bajke, ai nuk u diskutojke për veten e tij, që bajke dua për mi ushtu dituria. Kjo nuk u diskutojke, po prej duave të tij, a din cila ishte? Se kjo është Zoti i Madh, lësho rahmet mbi ata njerëz që ti ju ke dhënë dije. Lësho rahmet, bereqet, të mira mbi njerëzit që ti ju ke dhënë dije. Ndërsa dallimi mes neve dhe atyre tash, ky gjenerata e dytë që ta vjen, dallimi mes neve dhe atyre është në as për veten tonë nuk po lutemi o Zot shto ma diturin. Ndërsa ai për veten su diskutojke, por u lutke për njeriu e dijes, o Zot, lësha rahmet mbi to. Edhe kjo pjesa e dytë në mesin e popullatës tonë është ajo se ju që lutemi Allahu me lëshu rahmet mbi një hoxh dietar, mbi një dietar ndjeksi rrugës Allahut dhe pejgamberit dhe shpjeguesi i dinit, ju na mu lut për to që Allahu më ashtu djenin, por për kundrazi veç shikojmë, veç këshyrmi mendojmë, planifikojmë, t'ja ulmi pozitën e tij që Allahu e ka ngrit. T'ja ulmi nderin pozitën e tij, edhe ta qesmi poshtë atë njeri dhe ta largojna atë prej
syve të njerëzve, mos ta marrin njerëzit fjalën e tij. A ky imami Hasan al-Basriu prej gjeneratave të para tha se prej dove o Zot, Shah Ahmet e ti pyete veten tënde, sa herë ke thonë o Zot, është një dietar në territorin e Kosovës, është një dietar në trevat shqiptare krejt, o Zot, Shah Ahmet mbiton se sot mirat po rjedhin prej tina, so spjegimit është të jabo dinit tan islam, so spjegimit po jaban Kur'anit dhe haditheve, sa herë ke thonë o Zot, Shah Ahmet te bereqet të mira jepi atij. Sa herë ke bon, ti pyete veten tonë që kanë më dalë vallahi pak.